Ndryshimi i Teuta Krasniqit pa grim. Aktoreja e njohur shqiptare, Teuta Krasniqi, së fundmi është shfaqur shpesh pa grim në rrjetet e saj sociale, duke tërhequr vëmendjen dhe vlerësimin e ndjekësve. Ndryshe nga paraqitjet e kuruara skenike apo televizive, këtë herë ajo ka zgjedhur të vijë më pranë publikut në formën e saj më autentike, pa filtra dhe pa ndërhyrje estetike. Me këtë veprim, aktoreja duket se po dërgon një mesazh të qartë për rëndësinë e vetbesimit dhe pranimit të vetes ashtu siç je. Në një kohë kur rrjetet sociale shpesh dominohen nga standarde të larta bukurie dhe imazhe të përpunuara, paraqitja natyrale e Krasniqit përbën një shembull frymëzues për shumë vajza dhe gra që ndihen nën presion për të qenë perfekte. Në fotografitë e publikuara, ajo shfaqet e freskët, me një pamje të qetë dhe të kuruar, duke dëshmuar se bukuria nuk lidhet domosdoshmërisht me përdorimin e produkteve kozmetike. Thjeshtësia në paraqitje e bën atë të duket edhe më e afërt me ndjekësit, duke krijuar një ndjenjë autenticiteti dhe sinqeriteti. Kjo qasje e saj po konsiderohet si një promovim i një imazhi më realist në hapësirën publike. Duke u shfaqur ashtu siç është në përditshmëri, Teuta Krasniqi po kontribuon në normalizimin e bukurisë natyrale dhe në forcimin e idesë se vetpranimi është çelësi i një imazhi të shëndetshëm, si në ekran, ashtu edhe jashtë tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.